Miqtë e emisionit Fol, ju përshëndes nga Fush Miloti. Jemi rikthyer pas afër 7-8 muajsh në Fush Milot, sepse vetëm para pak ditësh kjo fushë ku ndodhem, si dhe gjithë këto fusha që shikoni pas krave të mi, kanë qenë nën ujë. Është përmbytja e përsëritur në Fush Milot, që na ka sjell sërish në këtë vend ku kemi bërë një emision më parë. Të këtu ka, të shka rrudi. Që ka rrudi ma? Në ka pasur tash 20 vjetë. Jene pa drita, pa gjana, në drita cina hiq fare në fut. Ka dik kabina tjesë, se qa ku shkët për qatë punë fare. Unë kërkëj, pasim ka ndali, rrugën e drita, jene pa drita. Kena shku në bashkije, tash 10-15 herë, nuk e qa këtë për drita, jene pa drita. Tash 2-3 ditë. Unë kam mbledhur disa nga banorët. Është ditë e premte, është para dite, shumica e njerëzve janë punë. Unë kam mundur të mbledh disa prej banorëve. Faleminderit banor. Faleminderit që jeni me mua sot. Faleminderit. Gjithë të toka në Fush Milot, sa herë që shoh hap YouTube-in, dalin në ujë. Si ka mundësi? Ralla mirë e kësaj rallës i kam prunë prefekturin e Lezhës. Dhe i mora, ju kam su mesazh, më të qapë. Perfektit, not perfektit. Ka qenë nga pombat, mi shpit time, deri në Korre, kanali para pastru. Kanalet e dyta dhe tretat, kam i 15 vjetë, e të hetin në këto, marrën naftën e slavatorëve, dhe të hetin për fushat. Ti marrin gjërat me radhë, sa toka u përmbytën? Unë rrëth me të rëzivi që ka erdhë filmu ato Afmeti me ato të tjetë. Po, gazetarët. Rrëth 200-300 dylym tokë i kina filmu. E së në ishëm me pëkusta, nuk ishëm të filmu me në pa vend. Pra ishte pa mundur të shkoje më the. Së në hitë të makina. Pra gjithë tokat përmbytën. Një këtu ku e kerti, apo në trepin. Po. Në kanal, ka qenë 1 metër aty, ke porta. Ka qenë ujtë më gjade. Ka qenë ujë mbi rrugë? Po, mirë rrugë. Nuk u kalonde? Ja. Tu kina i gjatë mirë, bashkine kina bashki familjare. Janë 5-6 familje si vetë të mindë nuk kanë punë që marrin. Janë sekserat që hecin për to. Dhe marrin në qitë naftë lavatorës, 92.000 litra naftë kam vjetë portikullim, bashkia për pastrimet e kanaleve 2 e 3. 35 milion lek janë për rregullim lavatorës, lavatorat janë, jo s'ka kushineta, jo s'ka grasatim, jo s'ka gjana. Po erdhën e pastruan? Kanë portikullimit, atë punu portikullimit. Bashkia vetë nuk ka hyrë? Ja, bashkia, ja, s'ka. Mjetët do t'i majnë ato vipat. Ama këtë kanal ne e filmuam edhe ka qenë barë dynjaja atëherë, kur e filmuam para 7-8 muajsh, që qem këtu. Ka një përmirësim aty te kanali madh, apo jo? Jo, ka vazhdu. Ke kanali parë atje kanë punu, hidrovore ka pastru prapë si mjetë, portikullimit. Kanalet e dyta dhe treta, si ka bashkia Kurbinit, nuk ka vu dorë. Po këtë kush e pastroi këtë kanali këtu? Ka ardhë mas përmytjes, pas i dolem televizor. Tani? Por, kanë ardhë kanë vazhduar në atje poshtë. Pra u desh të përmbyteshit ju, të shikonin televizor dhe të vinin të pastronin. Po e morim televizor, vinë. E në bënë fjallë, thotë në abani filani. Ju e denoncuat këtë në emisionin e parë. Po, dhe fati joni mirë, si drejtorat si ka bashkia e Kurbinit, i ka drejtora Burgu. Dal nga Burgu, banë e drejtor, e në thotë, hajë më shaj kryt për këtë, më spyt për ato. Ke në një emër konkretin? Po s'ka nevoj, kërkojt se din. Emrat janë, qka atje janë me emra. Kush ka dalë për i Burgu, kush ka drejtor, kush ka ke hipoteka, si ti kam shua në më të qapë. Tokën e gjyshin ma ka marrë klesh i mu. Ishtë drejtor, ba letra falso. Unë shkej pagu i herë më vjetë, mos ndalë shpja ime e mirë glelit, e mirë t'i del qetrit. Zoti i ka pa pak. Inshallah është fort. Pra hipoteka ka mbi vendos prona, ka ndryshu... Po, shumë.
Kret, kanë ble pronat, pronën time mund ta kenë 3-4 vetë vje fjalët. Tonën ja kanë dhënë atij. Ato ti ja kanë dhënë atij. E ke fjalën për 7501 apo? Unë kam letrat e vjetra, ti kam mësuar më çap. Po. E kam mësuar më pak, tani e kam në apel. Ke fituar në një shkallë? Tani kam i shkresë, kam në mëthirë ato spakut, kam fati kesh ative se sun prekun mu. Qaj si të preku mu, ja dhe ka 8 vjetë burg. Me ashtë me merë babën prej vorë se falë. Më ba presion do me mprej fëmijët i thamë. Po jorti ato këgjyshi. Jo, që ma lerati mu shpinë tone. E bëja e nun tokën e gjyshit. Na e kuptoj. Tani, damet 2 hera për më të mjetë, asë ve ujë kush, asë vjen me ba dame, asë i gjanë. ty vetë çfarë të është dëmtuar nga përmbytjet këtë vit? Këtë vjetë, pa ta marrë do janë që pa ta hedhë, një 3 ditë porës me rao kjo. Iku janë qa. Jo, drysholla s'ka e kretë. A thu? Dhe e kam e një thasë. Një mpjeli dele jashtë, gjitha, pa mirë. Inshallah më kalon zote, kalon me 200 që më hiken, dhe zë shpule zana. Ikën 200, ja? Pa, po. Laçi ka shpëtuar njëre mirë nga përmbytjet e të mërshme që shkaktonte ai proj që dilte rregullisht dhe krijonte ai shumë shqetësim. Kjo është e përvitshme, ha? Pa, çdo vjet. Çdo vit e njëjti histori. Burti tu i djeket makinët, nesër në ble 3, nafta portit kullimit 8. I pata bon kallëzim ati, unë ke kontrolli lartë i shtetit, erdhe e pastruan kanalin. Tani, reagoi bashkia pas emisionit të parë, se më thej që Nuk e ka vujtë dikush erdhi nga bashkia. Jo, kanë erdhë ke kjo si a pa shpi, ja kanë prëntu më duke. Nuk e di unë, po nuk kam qenë unë ma të balet, kam qenë t'ju thëmë që ja kanë horë në ka 7 vjetë në qeronë si i të ko me marrë 200.000 lek. Pa jo, shkajeta s'ka pas me në mje karku e a pa shpi. Që është me diabetet flesh, mu shamovi, kjo ka flet. Mirë, okej, zonja flet vetë, por bashkisë kur ndodhi përmbytja i thatë, pse nuk i janë pastru kanalet para përmbytjes, pse i pastruan? E kam live, në televizor, live e ka thënë. Ore, çfarë i ke thënë bashkisë, le çfarë thua për përmbytjes? Por e kam shumë shkresat unë, e në përpara. E ka thënë në deputete e Ilda Hoti. Po? Para si mu bë kjo përmbytja madhe, kina ujnë më laq. Tani, këtë çakullën këtu. Këtë çakullën to kanë shtru me buxhet vet. Është shtru me lekë të njerëzve kjo? Po. A nuk e shtroi bashkia? Ja, bashkia fot në fond se i kam shtruar, po këto kanë paguar njëri se ka babën e të tjerë. Kanë fot ka pak lek. Kanë paguar lek. Po, kanë paguar lek nga xhepi. Ka 100.000 lekë në bazë. Ja 400.000 lekë për festa. Po. Pra shtru me lekë të popullit. Shteti i fot në fond vet, thotë i kam shtruar. Ai mund ta fusi dhe kam kandidat. Po. E kuptoj. Faleminderit. Faleminderit. Ti inshallah në ruzo di sto kalami, për shtet si kina inshallah ma mirë pato. Se kësër stalin me ngrej kapten. Bashkia Korbinit a bashki familjare, nuk a bashki popullit. E kam thënë e dhe ta thëmë. Pse e thua këtë se ka ndorë një familje? Janë 5 familje që e qërgëzën atë bashki. Tjertë, vetë mitë e matët nuk kanë punë, tjertë kanë kretë në punë. E kuptoj. Faleminderit. Respekte. Si të quajmë, bab? Unë quhem Shan Lugja. Sa vjeç je? Jam 62 vjeç. Me çfarë merresh? Unë merrem me shat ndali. Ke tokë? Me punu, kam 11 dylim të okë. I ke tuat? Marrë me ligjin 7.501, po jam shysh më 26 në këtu. Pra, ti ke 11 dynim tokë me ato çon jetën përpara. Po. Sa fëmijë ke? Kam 6 fëmijë për i zotit. I ke këtu? 4 vajza i kam martu. Mashallah. Rrit me hale, 2 çunat, pa punë, pa gjanë. Ne na kanë bënë njënit nënës, tjetrit babës. Je demokrat, nuk pyet kush. Unë qaj hallet e mija, grune kam, se unë kam bojnë shpi vetë, tërmeti se më ka thënë si lek, jam mytë në bankat bërës. Tu dëmtuar shtëpia? O dëmtu, kanë pa, thanë, edhe unë si dita me argjanat, pse s'ka me apliku. Edhe, mu ma kanë pa shpin,
së më ka dhënë kush asë lek. Dihet, pytet lagje që shtëpi e kam pas. Edhe, unë e kam po shtëpinë vetë. Fleta më sëdërt, mira grus në frak. Para në frak, se në frak kise dek, po. Para në frak. Edhe mi ka dalë kempi 80.000 lek. Unë që do jam marrë i lashe. Pra ti rinte, jetonte në çadër. Çadër. Unë smur se jetonte në çadër. Për zotin e ra, para në frak, edhe i kam po koronare në Shkodër. Edhe marrë 80.000 lek kemp. Të vjetra. Vjetra 85 Po i mos. dalin 85. I lashe i shtëj, se i marrë i lashe gjoj e me ringursim. I lashet me ringursim, ato e një lashet s'ka dume, unë se kam marrë. Me borç, me hale, punem ka i ditë, që të këtë dalin e ditë. E të shtetë mosha, e në fëmija, unë për veti i bëthirje, e diramës, Sheveris, në shofi, nuk është jetë me jetu. Unë vetëm se s'kam ka shkoj, se s'rrit 3 sekonda më Shqipëri ma. Se s'kam që me bëng këtu. As ka mundësi me punu tokën, Po për këtu shku është shmimet fush më qilë. dynjaja, më këtu vetëm Këtu është bada me thënë, patën energjista, shqevritarët janë të vjedhë, ban namin e zi, drog, kërët Shqipëria, u mullu drog veni, i ka thënë dhe Babarama, e thot turp të kesh, tha vishka kërëministria, tha nuk është mjëll drog. qartë, po vinte problemi ytë, se drogën e di Dihet po të nesh, bro, edhe na, problemi e më këtu, unë jam pa punë, fëmijët pa punë, as i të ardhun, as i zënë, unë nuk di si dhe tjetej. Borç deri më fyt, është një kredit bank, kam marri kredi jetje. Po? Ajo për mu që ka një kredi si 600.000 lek për ta marron, thot ka shku 700, 800, 1 milion. Se që është ajo, thot hes 12.000 lek dita. Ku mund të marrë 12.000 lek, unë 12.000 lek si marrë të punuar, si ditën. A i thot 12.000 lek, janë një bank, hajdudash, bank kriminelash, edhe këta i bëjthirje, ta veri këve Shqeveria, ta dhja se që bank është. Kredit bank. Kredo. Ajo në myti. Burri huj vari vetën, vrau vetën për i plane. Pa shku dhe më spak. Unë vetën s'kam për ta vrau, po i shala vinë në vrasin e dhe. S'kam ku mi marrë misu. Të më A ty ke vrasin. marrë kredi, e? Unë kam marrë 600.000 lek. 3 muj, jashtena ka i muj zhoj, se prita me men. Se po punë e zhoj, 100.000 lek mujt, 100.000 lek prap, thot derim 3 muj. I pagujta 300.000 lek, tash më thot ka shku, thot 700.000 lek. E në unë zdi zhoj. Ujti në myt, kanalet që tu s'hapen mirë, po të shtina, zdi kujti qona. Kjo është shteti. Ti vete punon tokën? Unë për zotën e kam punu, sa kam pas mundësi, se s'kam mundësi me punu. Nuk Vish ke pune, mundësi. se t'ke mundësi mi bel. Ke shpia, për një kopsht, edhe s'kam të katë me punu. Kanë shku shmimet, shilt. Nafta ka shku, shilt. Zitorat, traktorat në marrin, ka 15 thot me punu më 20. Me mjell, me asa shko 50.000 lek i dylim. Edhe e përmjët Qa do i zoti. marrësh, qa do i marrësh dynimit? Po, Pas i super zë për zotën, merë vetëm me pagu lek për zitorisat. Kjo është. Kafsh mban në shtëpi. Për zotën kam pas kafsh, i kam moj, bona shpini i kam hek kretë, në shtash kam ra 9-0. Pra, kafsh shtëpiake, do më thënë, lop, dele, nuk e. As njës kam Një se i jetë shita, dynim tokë që nuk e punon do. i shita, e bona set shpi. E në hina në mbanga pak borës, me men se i shala pa lës punem, shtash kam nget, kam ra 9-0. Ore, pse nuk të bën shtëpi ty të re? Mu nuk më bënë shpi se jam demokrat. E në të vind pysin lagja, kush duhet, pytet lagja. Shër shpi e ka pas shënluga, mu më kam pëthën një përkrahje. Morën ka la majti makinë, se shenë në vetë ke spitali. E ke më shtëpinë e prishur e vjetër? Po shpinë e kam prishur në bona shpinë vetë. Bërë shtëpi E vetë. shita lup, e bakti e kret, e hina në borës në bank, të shte kam vetë në zera. Për shtëpinë që duhet ta bënte shteti. Po, unë i bëj thirrje, vind, më verifikojnë, e di dhe bashkia që shpia kam pasë, më kanë pëthën për grahjen, e kanë pa filmu vetë ato të bashkisë, e shu letrat në lesh, të është morën ka la majti makinë, se me shunon në vetë në spitali, e në thot ke makinë të i thot, Ta hoqë ndima. e kanë hek nimën ekonomike. Ku të qohe mun, i kam thonë këtë është bashkisë, merë ke puna, jo tha, merë ly kalin, se më kam qënë në protest ke pëdeja, kam prunë dhe kalin atje para kriministrisë, kam marrë më kalit.
E tha, merë për një kalin rozë, dhe në të marrë puna. Nuk është puna rozë e pa rozë. Unë kam pro kalja simbol, se në gjithë shka strivati e ka harë me kalit, e ka shpëtu kretë Shqipërinë. Shiko, ne jemi për hallet e tuja. Për hallet tona janë shta. E në unë i pëthiri për ishët vjetëm shikoje. Politike, ku qkosh ke kutia, e di ti se çfarë Mora do votosh. ata dihet vot nëse këtë populli. Problemi është ajo që mua më shqetëson është ti kishe shtëpi të dëmtuar, dhe shtëpinë Shpinë e dëmtume. Kishe shtëpi dëmtuar e bëre vetë shtëpinë. Po. Se nuk i shkruhet e kryeministrit, zoti kryeministër, mua nuk po më bëjnë shtëpi, jam i Po, dëmtuar. ku i di që ata zana, unë se mi i dit me erë me shkruje me asa. Unë e kam telefonin, po s'dijes me shkruje me asa. Sa gazin ma ka hell mua e që mu nga shërru sejtë në shërft në telefonin. Nuk di me shkruje në telefon, zana në s'kam shkruje. Mledhen lagja, edhe të thonë, shër shpia ka pas shën luja, E kuptoj. kjo është. Me qartë. Faleminderit. Zoti u ruaj, faleminderit për jush. Si të quaj? Unë gjujnë gjithë të në bedrë lala. Sa Nga vjeç je? Malibar, nga fshati Shullaz. A nuk je nga këtu nga ky? Jo, nuk jam nga kjo lagë, unë veç kam ardhe rastit, këtu me qanë se në dhe rastit me këtë grupë, këtu të zonës, i njohë, janë familjarë, unë kom qenë përgjithë sektori në kodë Sali Berishës tanë Korbinit, dhe jam Qa sektori? Për çfarë shërbimi? për rretin Vadit Kullimi. Për rrjetin Vaditës, për këtë që përmbyt. Po ky Unë ka pas jam- përmbyt edhe atëherë më duket. Digja, unë jam i përnjek politik Shqipërisë. Me 15 burrat po shkatum nga regjimi komunist. Me 11 martir të lirisë dënë dekoratat presidentin Nishani. As një drejt në Korbin Shqipërisë 34 vjetë nuk e në ashtë da. Asnjë. As një. As në djathas, as majtas. Marë pas gjatas as majtas. Dhe kam qanë me Sali Berishin me demokracinë. Jo me Sali Berishin, po me demokracinë. Tashti nuk jem as një, vetëm me demokracinë për endimor Amerikanë. Po ku me gjeta të këtu i I tasjeli? bëjmë thirrje qeverisë shqiptare. I bëjmë thirrje ambasadës amerikane, Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Kryesisht presidentit Trump, që me datën 20 ditën e diel do të marrë detyrën për Amerikën dhe për gjithë botën. Po çfarë Të bëjmë thirrje për arsye se për një politik Shqipërisë 34 vjet nuk janë dhënë të drejtat tona, as për të përshkatumit, as për të internumit, as për të burgosmit, as një lloj detyre, as shkollim, as punësim, as emigrim, as i drejt Korbin Shqipërisë në është dhënë. S'të presim ne, do presim nga Vučići, nga Erdogani, nga udhëheqja shqiptare do presim ne. Me dy kushtetuta, jo me udhëheq Shqipërinë. Shiko. Pra ne, me le, pra ne jemi në këtë gjendje sot. Bashkitë e rrethave të Shqipërisë nuk funksionojnë. Pse? Gjithë bashkitë e Shqipërisë janë korrupsion. O flasim për këtë bashkinë tuaj, le gjithë Shqipërisë. Krejt bashkia e Korbinit korrupsion. Çfarë, ku, më thuaj një Nga rast. gjitha instancat përkatëse. Nga Tërmeti, nga Bëshia, nga Vaditja, nga Kullimi, nga gjithanë. Po, më thuaj një rast konkret, çfarë korrupsioni bëhet këtu për shembull? Do fillim nga Bëshia. Prej 12 vjetë kjo qeveri në Korbin, nuk ka funksionu. Pret Vaditje, pret Kullimi. Unë i kam shuletat ministrit Bëshis, ka qenë një grua të herja, Harenin, Skrafisa se ka jo, Po. edhe kryeministrit. Dhe më kanë ty Krisa. përgjigje. Dhe ministra Bëshis më shej ekspertat. Me erdhen ke shtëpia, shkum i famë dhe gazetar, ekspertat të bordit Kullimit dhe përfaqësuesi ministrit. E filmum parcelen, ishin 4 delim, e filmum, ishte muj gusht. Ishte ministri 2 metra gjinsh. Edhe kishte tha për rreth Vaditje. Në projektet që janë për rreth Vaditje shkelen nga Korbini, në përmes drejtorisë Bëshis Korbin dhe bordit Kullimit dhe paret i marrin nga Tirana. Gjoj si kemi rrullu kanalet rritit Vadis. Kërkim kontrolin dhe ball për ball me gazetar dhe me aparatë shtetë. Pra ju kërkoni transparencë për kanalet. Qofse unë rejt, vaj përgjësi. Qofse që drejtoria Bëshisë së Korbinit gënjen dhe mashtron ligjet, t'japi llogari para qeverisë. Me kuptoj. Të kontrollot dhe i kërkoj aparatit shtetëror që në 2009
si familjet për njek politik. Dhe deri më sot jemi të papunësuar. Veti shtati unë sot, unë jam pension vetë me gjithë grupë, po gjithë për punë nuk na jep të drejt Bashkia Korbin, se jemi demokrat, jemi të përnjek. Dhe ke fjalën për punë shtet. Na sulmojnë. Po privat. Privat, s'kas, në merë kush në punë. Unë jam pension, po kam të qirë, pa punë. Kush jeti filani? Qëro. Kemi edhe disa probleme tjera për rritin e damtimit të shpive nga tërmeti, me 26/9/2019, kontrolli i Bashkisë Kurmin, kush është familje demokrate, i ka spostu. Dhe kanë plëcu dokumentat atje në rrugë, ku ke makinit i sot, që pa flasim. Flasin zhetë Kurminit, me gazetare, me nën prefektin, zotin me Lullit, dhe ish prefekti dhe urdhën nën prefektit, me gazetare dhe drejtat. Nësa komisioni i fut falsifiku me dokumentat. Nuk shkon Po prezent për mirë, një pse nuk bashkëpunëtor. shkoni ti denunconi në gjykatë këto? I kemi Si që ka denuncu zotëria. Janë vazhdim, mos e mut. Janë vazhdim. Por i gjatë du të dish. Për rindërtimin, Pa. për shtëpinë? Pa. Dhe Edhe unë ti e ke shtëpinë e shemna dhe nuk të zbër të shtëpia? vajzës. Të vajzës. Qofë se kryeministri, më falë, qofë se kryeministri, unë gënjej, sot të baj përgjësi. Qofë se Bashkia Kurbin ka gënjej pas ligjit qeverisë, të baj përgjësi ligjore, jo korruptive. Ata kuadra dhe administrat të Bashkisë Kurbin, E kuptoj. që kanë kontrolu, edhe ka framos leta në rrugë, fotën në burg. Unë qofsha, Ti shtëpinë e vajzës e ke të shëme. ashtë të shemë me shpijen. Edhe sot që po flasim. Do mi dërgosh pamjet që Po, ti shkim të shtim ilustroj. bashkë të shohim. Okej. Hapi. Okej. Të gjitha premtimet do t'i mbaj sepse kam mbështetjen e kryeministrit dhe të ministrit Ulsimania dhe gjithë qeverisë shqiptare për të ecë përpara Kurbini. Dhe nuk do të dorëzohem asnjëherë. Derisa në ditën e fundit t'i dorëzoj qelsin e fundit çdo kurbinasi që u prek nga tërmeti. Dhe i bëj thirrje kryeministrit Shqipërisë që mos na luftoni si Enver Hoxha. Dhe kërkoj kryeministit zotë Edi Rama dhe takim zyrtar. Ballë për ballë do të gjithën burrat. Edhe me Bashkinë e Kurbinit. Këtu ka ardhur ndonjë Rama tek ju? Jo, Da, i ka ardhur në Kurbin. në Kurbin ka ardhur, po s'kam qenë aty. Skeqa. Faleminderit Faleminderit. për. T'ja kalojmë zonjës një. Zonjë, si ti quaj? Unë jam Rene Kodheli, Rajkton Fush Milat. Unë jam 65 vjeçe, Edhe 100. faleminderit. Mu shpajnë ma ka prej shtërmeti. Po. Sigur më kanë pa vetë, dhe për televizore, medjet, flime plasmas. Me gjitha ta, Bashkia Kurbin ma kanë premtu se do ta bëj shpajnë. Vetëm i gjata di Bashkia Kurbinit. Më shoh se mu shpajnë nuk ma bëjnë dërë në prill, unë jo ke Rama, po ku nuk kam për shku. E në shumë njerës për t'i hek pri punë e kam. Se me mu jenë sjell shumë kesh. Unë 100.000 lek pension marë. Shkoj me marë pensionin 95.000 lek drita. Unë më kanë pa vetë, gazetarë që unë i kusht Po më qa shkoj argon se ti kam. 95.000 lek, 100.000 lek drita? 95.000 lek, 208.000 lek drita mujt. Ku që du të hënë? Unë jam e smun, burrin e smun. Kam një djallë, 29 vjeç. Puna 17.000 lek, 7-5 muj, 0 lek. Unë Ja, nuk lutem. që të hë, unë nuk kam i thes mell, ku me e marrë kë shpëja. Një javë jam pa drita. Kam shku, jem am ku. Aktualisht je pa drita? I javë resht pa drita. Me shiri. Unë paguj 200.000 lek. Kam shku, jem am ku. E në kam dalëm lëq. Se s'm ka dalë luguria. Me shku, me makinë, me fotoru makina, unë 20.000 lek ku ti marrë. Unë s'kam marrë ilaqet e mija. Kam shku 100 heri, kam thonë, hajde më vreni sahatin. A sahati i djek, do të vim set, do të vim nesër, 208.000 lek. Të dy si kur e kena marrë pensionin, e kena lonë drita. Pra, A, gjina. 2 muaj 208.000 lek? Një muj kam la, muj në shkurt, kam la vjetë 208.000 lek. Pa shakrata kalamajt i kam libres Vjet? kret. Po, Po si vjet tani? i kam la ka 100, ka 85, ka 95 Të muj. edhe ti 100.000 lek merë pension si Po, që merë 100.000 lek marë pension, kam shku ka marë pensionin në laske ka 3 dit, më tha, a jarkatari tha ke 95.000 lek drita, mas i ka la thash, pse 5.000 lek thash du të hanë gjithë mujnë, ku ti marë thash lek, e ne nuk i kam paguj për mujnë 10 orë,
95.000 lek. Unë as kam reflektor, as kam labatriqe, jem të la me dorë 65 vjeqe. Unë nuk e di se qa me ba. Për shpajnë ma kanë prantu. Pas ma boshin, dërën prill ma ban. Unë për Zotin, vot për t'i thanë kuj nuk kam. Sepse, për vota vinë. Vje socialist, ja vjen jani vje tjetri. Unë votat ja kam thanë. Pasha Zotin për të votu nuk kam. Ne pasha Zotin vetëm kur shkoj ke bashkia me gjithë borë, të marrë një karrot skali, në karrot 4 hek militare, sa ta ka të kem, do të qojtë flinqat jem bashki, mos të gjojnë shpëj. Po me gjithë ata, e falenderoj bashkinë e Laçit, pardje kam qenë, më kanë thënë, s'ke për dalëm derë, sa të vinë fondet, parit do të fillojmë shpëjnë. Uroj më të mirën, sepse... E urej bashkinë e Laçit, nuk e ashtu, prantimet mi kanë dhënë. Shumë qëra me rindërtimi. Bashkia Laçit s'ma ka shem shpëjnë, ma ka shem Zoti, po Zoti ja për gjithë, e në ligjet e shtetit do t'jenë për gjithë. Tani 5 vjet ti ke banu në plasmas? Nujër për këtë fëmive, hajde vreja shpajnë time. Po, qase unë nuk kam marrë, të më shi ujtin që shtu e kam pas ku me fli, unë mas shkosh është në është këshpëja. Po, jësit për 4 vjetë. Po, me gjitha ta... Ke tokë? Ke tokë? Që tokër, s'kam takat me punu tokë. 5.000 lekë më të pra për i pensionit tërë. Po, për këtë fëmive s'kam marrë ilaqet e minjarë. Ku ti marrë? 90.000 lekë merë pension burri. Ishin mi marrën. Shita si kam, e kam pa punë. Pa martu, pa fiju, pa punë. Me që ta martëj? Lese ku ta qej nosën, me hikë shumë bankët. Si kam martu kalamajt me bëgjë, me halë, kam rrëq 7 fëmijë, kam punu mujtë maklit si shanë mi moj kalamajt. Me jetë e shëndet i kesho nënë se... Se më thaja i bashkis, pse nuk kanë bo kalamajt i dhomë. Kalamajt kanë halët e veta, a kam djallin e smonë me hekra më kam, s'ka pajt kuk mi lidhi i pension. Tu punu, ka the shafën ke puna, gjinaf naj. 20.000 evra, jenë përgjish firma, se të ketë qenë që të më Shqipëri, nuk e kishën e djallin gjallësit, i kemë s'mi kanë dhanë fëmis. Ti ndihmë ekonomike nuk është të nga? Jo, nuk marrë ndihmë ekonomike. As bonus, as gjandër mësët. As bonus? Jo, nuk kam marrë. Pra me forcat e tua që nga 2000... Pasha Zotin me bëgjë me halër, pasha Zotin në bankë kam hirë, pasha Zotin i ka martu kalamajt me bankë me bëgjër, pasha Zotin pasha Zotin për orte me halë. Me halë kam jetu, vetëm Zoti e bëft merë për mu. Unë s'kam as i gjo, mësë ne, për ujtin, rruga shumë kesh. Ja, ta dëgjëmi që kënënë? Kam fmite kalamojet, 5 kalamojet. Shkolla unal, ishte ura kreduj për mytë veni. Të në fmive, se mi nda kalamajt jenë të mitë. A gjaku im, a gjinaf me mi gjithë gjanë, fmive. Tani ti ke arën që fmijet ku shkojnë në shkollë për mbytën rrugët, apo jo? Kretë veni uj. Marë masa shteti. 3 ditë sa zjati për mbytja fundit? 3 ditë kalamajt s'kanë shku kë shkolla. Pa që nuk e veni uj, lura, ku të me 100 fmit, me raun kanal të metëm, si jam i metë rëbë, ja kalamajt që jenë të bëjqen. Klas parëm, klas 2, klas 3 si janë. Si a bëna i shoferi furgonit, si e gjenë rrugën kur ka uj? Pra ne unë nuk kam ma, ju primë zoti marë, unë s'kam për të folma. Të nderuar miq, do kemi vetëm një ndërprerje të shkurtër publicitare. Do rikthehemi më njëherë mbas publicitetit sepse kam të tjerë banor që do t'i pyes tu në Fush Milot. E thash, këtë herë jemi rikthyer në Fush Milot për shkak të përmbytjeve. Por ne sa herë që vim këtu, i pyesim banorët dhe për hallet dhe problemet e ditës, se prandaj është ky emision për të dëgjuar zërin e njerëzve të thjeshtë. Më njëherë mbas publicitetit. Rikthehemi miq, ndodhem në Fush Milot. Ndodhem aty ku deri para një jave ishte det për mjete lundruese. Në kjo situatë këtu në Fush Milot përsëritet sa herë bie shi. Banorët thonë se problem janë kanalizimet. Kanali i parë është pastruar nga bordi i kullimit. Kanalet e dyta dhe të treta, sidomos ky kanali këtu që ndodhet pas krave të mi, u pastrua, siç thanë vetë banorët, pas përmbytjes, jo para përmbytjes që ti paraprinte kësaj situate. Tani unë kam një nga banorët e tjerë, si quhesh bab? Gjergjini. Sa vjeç je? 84. Mbaj pak afër mikrofonin. Ja të të mësoj unë këtu. Ja mbaj këtu. Po, shumë bukur. 84 vjeç. Po. Lashën tonë, kena shumë probleme.
gjatë kohës tradicionit, i thonë 33 vjetë, pak puna bon nga 2 palë. Pak punë, a? Pak punë. Pse? Jem realist e morim ke rrugët. Rruga beter për 5-6 km rrugë, as demokratja, as socialistja. Ti bëjmë pse, ti bëjmë desë, kena ngellë si plaka në vetë di buke, a ne ka rrugë, ne ka rrugë 600 metra, na 300 shpi, dhe ke rruga patogut as i gram. E shtrim me zhabër sot, i peshe ju e prish. Shkujnë zonë që të shkohë me halë, ja? Sot me ram ka lëllë mau. E dyta problem, rruga a kryesorja. Tani kjo rruga këtu. E dyta kjo rruga, teri këtu, rruga ma djetën rrëf. Janë horë fonde 100 herë, kësaj edhe asaj. Kur njerëzit dalin nga shtëpia, ka nevojë që rrugët të jenë të pastra, njësoj si për të majtët si për djathët. Ka nevojë që qyteti, vendbanimi të ketë infrastrukturë, të ketë shërbime, të ketë gjelbrim, të ketë ndriçim publik, të ketë ato që i duhet një komuniteti për të jetuar qetësisht edhe për ta parë të ardhmen me besim. Rrugë Uzinës. Pra do ishte shtru 100 herë kjo? Rruga Uzinës, prej ke Uzina, deri ke shpi Shibur, a shtru komplet, edhe ke shpia. Kurse la gjestoni 150 familje, anë zero. Ina tjetër nësi taki. Kjo se rruga e vjetër, rruga e Austrisë. Ne Albaneza, dreshina nësi nuk në avro as socialistë, as demokratia. 33 vjetë ko tradicioni. Marrim punimit e tokës, 20.000 delim. Vesh me plugue. Gone sëllë, kena pas atë uren, me 26.000 lekë, së të bëj 100. Ajo... Ureja apo i 100.000. Dapi i 85.000. Ku e blejën e 190.000 marë? Atë dhe dapa bëj lashe, atë punosh tokën. Atë habuk. Pension shteti kam. Dhe shem ka shku 200.000. Tu rrit tani me këtë 4%? Arrit, sash po të 30 vjetë arrit, nuk arrit hiq. Me bo 3 fish pensionin, Sala dhe i Edi Rama. Se veti kanë rrogat, mashallah, deputet, morë rrogën këtë, të usëm shushit e gjimë parlament, parlamenti të gjimë shushit e ma të, që i thonë, me tyme me gjona, me djekë karriga. Popli e në tako, popli ka ngritje pensionesh, rrugë, drita, pas java drita, java, bëjmë tokën me plugue, nuk e steri mas bukën tonë. E ka nëmë tokën gjithë gjitha shqipë. Shqimësa, da kërkejmë rrugë, da dhanë fjale me shtru, të fanë drejtën, a? Kur ta dhanë për herë fundit fjale? Fjale, projekti ka ato, ka nërë ato fondit, po se s'bado kush. Ka nërë fondit, do të shtrim ka 33 vjetë. U bë histori kjo? E kemi bërë dhe një emision për këtë rrugë. Na popit do gjona konkrete. E bone thoi, si kriminista këtë bashkije, bone. Ka një 5-6 vjetë nga ka thënë, po i ka pasru se ka loma, i ka mjetë për e në vetë. Kjo rruga si vjen nga rruga gjatë të si e po, e ke po, e shkot vjen patuk, a po ashtru Zimza. E ka shtru privatisht, disa njës janë firma, janë milionere, janë. Në skina nga del pensioni për bukë. Që ju në vend të shikonit të kishët se keni detin afer, sa afer e keni detin? Në një moje fshatarësin ko për t'i 20 vjetër, si kena vuj 30 vjetë me ka 100 lek për ditë pune. Në atë 100 lek, më të 30 lek. A ku vitesh? E ka pensionist më të rej, me ka dek me pension ka i vjetë, me 70.000 lek vjetër, ha? Pensionit thosaj, 70.000. 7.000 e 70.000. Kërkëm pensionet në rritën maksimum. Si kanë rogat shteti, në bëjë pensionin pak në 400.000 lek. Gjë person. Tani kë 4% që sa të ndimoj ty? U rrit 4%? Pa. Asë më natare të reshme së në delë. Bukën më natare hanë qytetë, se unë ha bukë me mishe pesi derë. Pa ja bukën më natare, e nuk i delë. Unë marë 200.000, marë fatiti. I marë. Po, i marë i lashe për grutë me zemër, i marë me lekë. S'ka me koncension, plave i marë shmu për 10 me zemër. Edhe
Sa të shkojnë për ilaçe ty nga pension? Ilaçet merrej më po i bën me parë. Po sa të shkojnë? Sa 50.000, 20 unë për syt, i dhënë 90.000 lekë ilaçe. Mjeri 90.000, që ti bëjmë atë para? Dritat? Ha, dritat 30.000, 35.000 që mu, 20, që ti të kujë. Po për dritë jam dakord, pa dritat është 10 ditë. Ka mund për s'ka tjetëri. Kërkejmë rrugat nga bëhet realitet në falë, kërkejmë rrugën kërësoria. I shkejmë mjenë shkollërat. Njëtë e pensionet si kanë rrugat vetë, nga hullë pak të një afër, se jashtë. Të ullet edhe smimet e dushime, të ullet oreja, të ullet dapi, të ullet Ke fillos të punon stokën? Po. Mi shu dapi një anë që s'do. I thonë, do, ikim talë bët 85.000 lekë, gjysë pensioni. Ta kemë rrugën e 400.000. Po ti nxjerr gjë nga kjo që... Do su për shfat. Po pra, po nxjerr gjë ti nga ky kultivimi, ku e shet jonë zhurë? Ku e shet? A del gjë nga shitja? Po zotë kukon, jo me privatizëm. Herë piri, herë tjeri, herë. A del me fitim? Me shet 4.000, e shesim 3.000. Dhe më thënë popli i varfën, gjitha poplit shqiptar, jetën për të bukë. Gjimësa, po, a jenë të 30% janë milionera e Bosna, 20 janë thjesht, 50 janë zero një. E kuptoj. Ti fëmijët, ku i ke fëmijët? Kërkej për me, unë fëmijët jam një djallë nga dek, ka një 15 vjetë në aksident, 10 vjetë ka. Kam 2 gjellë djallit, njën janë shkollë, njën janë punë, si del për veti, punë janë shtetit, jenë punë. Herë pa letra pa shjo, herë shko herë vjetë. I vendë që së më del për bukë. A del, 200.000 lekë, vjetë. 200.000 lekë zdalin, ushtime. Kërkëm, na një bojë shteti, na bojë rrugët, na pi drita. Tani këtë rrugën këtu ku shështroj me qakull? Se si shte këshu? Privatisht. Ja 3 quna, e shok një të djalli, dhe shqiptar, ka pagu 100.000 lekë. 100.000, i ka bo një 700.000 lekë ka stu me shabor. A je be shio bot gëdop. Fjallë nga ka dhëmë me shtruë, sheshe e shtruë, brave i tjofë, për zërë ka me së. Ne uroj më të mirën, se këshu uroj me dhe herën tjetër, po su shtrua. Na të gjoj kryetare e bashkisë, kam vete vetë mja rrugë të pak të në të pelgu në fjallë ka dhëmë për i hanë fondet, i ka lisë të shishës, i ka lënë fondet ku du në vetë. Po kjo s'do asë shumë fondet, se kjo shtrafin Fondi ka, pra. Se ka trasejnë e rrugës, se kjo rrugë 100 vjeqare. Unë të thënë, veç ka rruga jonë, që ke shqip, e ke rruga patogut, ke kush. Po, edhe jo rruga tjetër për saj që shumë. Rruga Teli, rruga ma vjetër, se egziston të jemë 80 vjeç. Rruga Shishkot, përpashme, rruga Telit, rruga pa teleferiku, nga Lesha, e shkoshin atë drunat e bishin ndurës. Logojt atë ko, ashtu se majnë baba. 100 vjetë ka këtu. Jem nga shkure, po 100 vjetë. Ure më shnetë si nga boni, falenderim me ju gazetarin që vine me intervjist, inshallah të bëhet ma mirë. Faleminderit. Faleminderit, babe. Faleminderit. Faleminderit. Tash e kam prave në. Si jeni mirë? Si ja kalon mirë? Nën, si të quaj? Gjelina Brozi. A më të mbaj pak afër? Po. Unë di fjalë do të thanë për Bashkinë e Lashit. Bashkia e Lashit do të shtrej rrugën, në rrallë parë, se kina fëmijët me shukë shkolla, do përmitet toka, ka 3 ditë, 4 ditë se ka qenë e përmitme, drita nuk kina pas, ku me pjek bukë s'kina pas. Pra një javë netët pa drita? Një javë pa drita. E gjithë zona? E gjithë zona. To është përmit shish 97-ën, se 97-a përmitja madhe si ka qenë. E kina kalu, kanë ardhë Saurela të kodjen, e kina shku në Lash. Këtu përmitje. Sa herë bjeshi këtu përmitet. Kryetarja bashkisë do të shikoje fukarajt, do të shikoje ato si në smun, burrin e kam shish 97-ën e kam smun, invalid i grupit parë me 120.000 lekë. Ai do të merret i lashit, sot shkojë është në karrocë, as ke kushajt, as kërkon nuk del më shku, 116.000 lekë ka mundësi i baj shërbim. Ka martu vajzën, tash do të me problemet. I ka falë zoti një fëmijë sa 42 kam, unë kam hi bërsh në përbankës që thaj, kush tha, 5 milion lekë, e kam bërë Amerikani, e kam bërë operacion, i kam shkruar kryetarit bashkisë disa herë, i kam bënë letrat të shtëpisë 23-shi, për 5 milion,
tash kur vjen fonti, kur vjen çeku, si kur vjen ai çek nuk e di. Pra ta kanë klasifikuar shtëpinë e dëmtuar nga tërmeti 43. 43. Dhe ti si ke marrë lekët? Si ka marrë lek. Letrat janë në rregull, që ishtë në 2010-ën, se nuk i kam bën 2019-ën, 2020-ën i kam bën. I ke më vonë thonë të. Letrat i kam dorëzuar në rregull, tash presim fondin, tjerët i kanë marrë, disa i kanë marrë. Ka që i kanë marrë, aty ke ty, aty afër teje. Kanë marrë, nuk e po celsa jemen, se nuk më duhet gjë se kush bën kërkesën e vetë, fol për shtëpinë e vet. Këto kisha unë, i baj thirrje kryetarët bashkisë, me na shtru rrugën. E kuptoj. Ti tani si e çon jetën përpara? Jeta përpara se jam martu tash 37 vjet, kam hekesh 7 vet jam në familje. Kam hekesh boll. Kush punon te familja juaj? Tash vetëm një djalë punon. Vetëm një djalë. Po një djalë, po. Pra 6 anëtar të tjerë po, të familjes. Po, jina pa punë. Pa punë. Pa punë. Po. Me kemp. Me kemp, po. 2 veta janë me kemp. Po 3 veta. 3 veta. Po 3 veta. 3 veta me kemp. Po, ka 116.000 lek. Bilat vajzën e vogël. Se më kanë shuën ke kemp e pror, nuk më kanë dhënë një vit, bona kërkesë prap, e ka fituar 116.000 lek. Se ajo do të përfitote grupi parë 400.000 lek, se ai grupi parë ai se nuk ecë. Po i faleminderit Zotit se e bën operacion, ka fillu pak më ndëshu, po 7 vjeç në shkollë nuk ka shku, se moshët e saj janë klasë 2. Nuk shkon në shkollë, mban ti. Jo, po, ke shtëpia, po. Me hallë, me 2 dhe ma shtëpi 7 vet. Po unë e baj thirrje kryetarës bashkisë me na një mu fukarën, sakatin, rrugën, çto përmbytjet e tokave. E në këto 2 fjalë kisha, u falemnderoj shumë. Faleminderit juve. Faleminderit. Nuk më the, ti po shkoje për të bler ilaçet, a? Po me ilaçet e burrit. Po, jo, ma thua edhe këtë pjesën. Po shkoje marr ilaçet e burrit, 70.000 lekë ka me ble ilaçet, e në vajza vogël ka 40.000. Po. E sa ju mbeten juve? Me tash qita, 3 dilim tokë e kam punu, kam mjedh gruan me hallë me probleme. Tash. Po, a u përmbyt ajo toka jote? Apo su përmbyt, se erdi ujtë e jo, për zotin e përmbyt, ujti e përmbyt, atë ke gruni e shto. E përmbyti, po tani ti se di sa do i marrësh asa tokë? E, s'ti gjën se sa do i marrë. Do me thënë ti merë lekët e kembit, i merë me një dori qonë ke ilacet? Po, ke ilacet. Po rimbursim nuk ka? Jo, s'nuk ka burri, nuk ka. Se janë ilacet që nuk, ashtu. Nuk rimbursohet. Ja. Po ti tani shkon, i merë këto ilacet, më the, i merë në laç? Po në laç, po. Tu në këtë zonë, s'bëhet laç? Këtë zonë s'ka këto, ja, vetëm laç. S'ka si gjë këtu, as nuk shitet, as dyqan, as shërbim? Kina pas një dyqan këtu, po, me gisht për zotin, mbi 300.000 lekë. Me gisht ka marrë. E ne falenderoj njëri si mi ka marrë me gisht. I kam thënë fond mujt, kur ti kesh, më ka thënë, e falenderoj shumë, se nuk jam ta zjatë më. Të më thëmë me verësie. Po, me bërsh. Ku arritëm? Shëndetje. Faleminderit, si quaj? Vladimir Kozeli. Vladimir, sot është ditë e bukur, po para një jave s'ka qenë kështu apo jo? Ka qenë veni përmbyt totalisht. As rrugë, vetëm shtëpijet u shefshin. Me pas filmu me dranë, vetëm shtëpijet. As shtëpijet s'kan qenë pas, s'ka pas. Jo, me dranë, po natën, jo, po ditën. Dhe ka qenë shumë, nuk ka punu kush për këtë vend. Po erdhi ti kush ju pa? Robi gjallë, vlajti me këta kam duket nga nga ditë rrugën. Me një 2-3 shokë, me ne pata e ti, nga ditë rrugën privatisht, as ka hap kanal kush, as ka punu kush, as ka pa kush për këtë vend. Majlina nuk është ëngjëll, unë e di më mirë, unë e di po aq mirë sa ju, nuk është ëngjëll. Tudhet në fyt nga herë kur i thu mirëmjes. E di, po ç'a të bëj Majlina? Grupo. Më e vogël se të gjithë ju po, ç'a të bëj ajo? Apo jeni të kollajshëm ju, mos jeni të kollajshëm ju. Mos jeni ju tolerant mllej këtu, sidomos burrat këtu. Ç'a të bëj Majlina? I kam thonë, but, kryeministër. Kryeministër, but. Poplin të largu për ditë, nga si mund t'ikësh nga kjo tokë? Nuk shofin shpresa këtu dhe largohen mileti. Nuk e bëjmë as për politikas, për se s'kina hall. Nuk puno kush, s'ka me së në rrisi shka lamajtu, veni ka kalu mi ven i vdekun, poplin nga këna jetu në ma me hall, e ma pambatar në këtu ngre shmimet të së njëtesh. Tani këtu janë gjithë shtëpi, sa prej tyre janë? O, janë plot e kja prej fund në këne janë plot. Shtëpi me godina po me njerëz brenda?
Pa, Ka një, ka dy, ka një pa gjithë. ka pak rë, po në të largu për ditë për zotë. Shumica në ka largohen. Tani, unë të bëra një pyetje. Si mund t'ikësh nga kjo tokë kaq prodhuese? Të lutem. Mos ne u largo. Edhe to ka marrë këndën të hik prang se nuk del kosta jetesës. Nuk del kosta, domethënë nuk fiton gjë nga toka. Ja, del zero aty. Del zero. Se në rrisish ka lamajt me punum to. Për shembull, prodhove misër, prodhove e zëm se nuk të përmbyt. Ti e myll e misër, e myll e grun, ta merr ujti. E myll e misër tha për ujë, dhe ku do të punesh? Po nëse nuk ta than ujë, supozojmë, as nuk keni ku ta shisni prodhimin? Pa ta shit o konsumo vetë o ma elektorie, mund ta shesish me rrit kalamajt, me jetu. Po këtu nuk ka jetesë, ka si sa. Ka mbet blegtori në fshat më? Ka disa, unë më e lo për kështu gjana. Shumë apo kështu? Ja, pak më se nuk ke leverdi mu marmat punë. Nuk kem leverdi as me s'ke leverdi mu marmat punë. Nuk ke leverdi, nuk shet gjanë, se me shet gjanë dritë hajtë dhe. Po pse nuk ke leverdi, sepse qumshti... Po qumshti shitet. A ta ngrej qumshti. Po në bujësia do ftat mytë, e në të delja ke jak. Po. Dhe ka marrë çdo gjë. Për mendimin tim ka marrë çdo gjë. Në bashkia Kurbin, erdhi bëri matje të dëmeve këtë herë në bujësi Ja, të përmbytjes? po në tojnë përmyt me shtëpia, me kreta jenë, aja ketë, nuk se kushurin tim, kam shku, më thoshe, e kanë deka jenë gjallë. Kam shku mi pa, me dëshok, mi pa, mi ka mëjtu i kretë. Jenë në tyra carë kam rejnë si shef kush. Dhe vllajnë tim ja ka shem tërmeti si kësaj, kënare do kanë matë se ka vro kush. Mund ta marrë tërme, kjo mund ketë pasallë sak, tërmetin e kësaj mund ta ketë marrë një tjetër, se rufjan atje. Po, paf, ka hedh lekun atje, ka marrë tërmetin ai, për kësollën e puleve, të për shpinë se ka e marrë. Për shpinë se ka e marrë, a kupta? Sa persona kanë marrë tërmet pa pas tërmet. Pa pas hiç, di persona unë, ishe me filmime si kanë marrë tërmet pa për kësollën e puleve, për shumë qëti se ka halë, sak se ka marrë. Folim i gjanë realitet. Nuk folim mashtrime rejna punë partish, se s'të ndodha kush gjanë, sa lasë rama. Kjo është bërë se ka qenë ndarje politike, apo është bërë se ka lëviz leku? Hedhe tjetëri me lekë, kun s'kam, ka e s'ka pa, se me gjene kështë marrë shpina, jo. Këshku atje, pam hedhe lekun ati bobit atje si e ke bashkia, si da për e tërmetit, marrë lekun shtetën. Se kësër, tak, Pra këto gjëra duhet ishin denoncuar. Janë denoncuar, po duhet jenë po shkoj me dash të thyti kush shkosh e vilistën. Shkosh e vilistën, ty kush ka marrë tërmet, merre shteti me pas ligje, shtetës pak rruga 4 herë shtrin privati do ta kapustrohen. Kanali sa hapet jo. Parni largohen mileti nuk jetë kushtu më. Ka dal veni vdek. Dhe na do të folim me lagjen gret. Na ndashi përzjedhën na kanë për të rrap më hot. Çdo të gjë s'kira spata, lapota, majtë të djatë, fote bëjmë hotë. S'kena që me ba. Me ta. Dojë rajë. Por kish lashit po, s'kena që me ba. Po të hajkim në natë desim, të fusin në burget në internet konë, si më kotën verhojgjës në shenë konë, se këtu s'ka jetë, në sënë të mujtë me jetu. A kupta? Par një hikin tomë, disa shoj më të letë, marë kalamajt e hikin, më Italie, ku të kene rëbjen të hikë. A kupta, ka sistemi t'il, a sistemi se nuk lemi jetu, më rritë mija se zanë. A kupta, realitete e po vetë realitetin. Kanë Shqipëni, se shto ka bojë e Rama, me grupet e veta. Ato e më bëjnë palata e gjonë, më ne me pru bota e gjonë për bujësim, to vjedhin vetër, e morin e dojnë atë. Kush pajtë për mua për ata? Ta thotë e Rama se e kam bojë gjonë, për qitë popull, ta kam bojë të merë, unë jatë botën, nësa liberisht të më thotë, më ta kam bojë qitë nere, qitë halë, vëshi rrugë e gjonë. Ta kështë bo 34 vite për një rrugë që ka qenë 100 vite e shtuar. As kanalesen, as njona, veç kanë ardhë, kanë bo ato hotelet e veta ku të zanë njoni këne qetri 15 kate, 18 kate, qetri të zanë në Gjemsaronte, duka ditë punë e veta, poplin. Ishala si rajtë shumë shah poplin. Po kjo zona këtu bregdetare, ka mundësi për zhvillim? A rruga të bregdetit. Po pra, po kjo rruga du t'ishte autostradë. Thonë se do bëhet. Thonë se do bëhet. Mjë privati, me sponsorizu. Dhe bëhet, tash 10 vjetë se kanë thënë se dhe bëhet. Po shgjuna mund se ju... Ki popull ka maru. A i dele fëllë më të Skype-in e me ta, ki popull e ka shumë zero. Kush ka gjak shqiptari, do me menu, me rritë kalama, e me jetu me këta sjetore. Qfar do i thoje po ta kishe përballë? Unë të heshtë që realiteti, a thash, që së nuk e gjenjen, mos trajtu fëllë kotë. Kjo e vërteta.
Kjo është gjenja originale. E kuptoj. Ajo nuk e di, ose ba jetë luksi për veti. Unë prandaj thash që të regoja drejt për drejt çfarë do i kërkoje ti, që nesër mos thotë që unë nuk di gjë. Po jo, bursaj, këtë Shqipërina që shtu. To nuk i vjedhën i bëjnë. Po, kur vjen atje në Kurbin e duar trokasin. Unë nuk, kushtë trokat? I vjen nga Shkodra, i vjen nga Lezhë, vjen atë grumëllot dhe ka qenë fusin taj, asë një, nuk del kushtu me. Po, atëmi, i thot, ve aj, merë mles, i ka diploma i Lezhës to, autobusat e Shkodra. Në rregull, ai që është shef nga Tirana thot, ky ka mbështetjen e Kurbinit. Realiteti është shtu është ideal. Realiteti është sikur thomon. To e kanë bastërzu venin. E kuptoj. Faleminderit. Falë për rrugën. Për rrugën e për falë. Për shit rrugën e po i thonë. Tani ti më thanë që ke tani më thanë që jeni detyruar deri aty sa të pagoni lek nga xhepi që të shtrosh kjo Po rrugë. normale. Se kur erdhëm këtu ishte pak kalueshme, gati, kur erdhëm para një Ma ka qenë bo ma keq, por ju shëshër si keni ardhë herë sot, sa i keni gjetë pak rrugën e shtrume, me ishte të keni ardhë, por na s'kina që mi thanë gjatë tjetër, këto i thanë këtë shokë mi, orta këtë mi i thanë. Ne që kena pas mundësi, kena bo me kratë tonë, me gjepat tonë, a kupton, me mundësi tonë, ka që sa kena pas mundësi, orta nuk kena mundësi shumë, po pak, a kupton. Na s'kina ti kërkua si gjanë, as punë kun, as si gjanë, po punem vetë, sa të kena mundësi. Po ha me qëtë toka, me qëtë gjanë, atë të punem, sa të mund, a kupton. Por pak të qatë rrugë, a kupton, rrugë e drita, nuk kena halë gjatë tjetër. Nuk është se kena ne shtash 4 ditë pa drita, po 3-4 ditë pa drita, që do bësh? A do lash, a do ndrosh, a do gjanë, nuk kes. Kishe defekt? Nuk e di defekte kena për herë, sa frejnë pak, kemi defekte gjithmonë. Ta kërkëm na, veç rrugë drita, as i gjatë tjetër, nuk kemi a kupta, s'kemi as problem, as me kushtat e marrash, e mure ti, e mure ai tjetër, nuk kena punë për tiqnë e këtu. Te kemi hallë. Të nderuar miq, veç ju faleminderit. Zoti kryeministër, rrugë e drita. 2025-ën kaq kërkojnë banorët e Fushmilotit. Është turp ta themi që në të gjitha emisionet rrugu i drita. A thua se jemi në 91-shin, 92-shin sapo kishim dalë nga sistemi monist. Po pra. Kështu që këto janë dëshmitë e banorëve nga Fushmiloti. Të tjera dëshmi do t'i sjellin premten tjetër, nga një vend tjetër i Shqipërisë, sepse ne në fol shkojmë atje ku populli lëngon, atje ku njerëzit janë hall. Sepse duam të sjellim zërin e tyre pa filtra e pa censurë. Deri të premten tjetër, kalofshi sa më mirë.